Informata e gjashtë e gabuar të ndëruar xhamatli, cila është? Informatat e shejtanit. A e dini sa informata na jep neve shejtani? E qysh na informon ai? Allahu ja ka mundsuar me na fol trum. Shko që këne i banë që ta që kjo për ti e kështë më ratë. Babën ton Ademin a.s. me informat gabuar shejtani e kanë zirë për gjenetit. Allahu gjelluala i tha Ademit a.s. Fela të krabe hadihi shëgjarate, mos gaboni ti o Adem me gryëntane mu afrute që kjo pema. Ke gjenetin gjane gate kije, mos gabon me projeksi ta. Shkuan dit. Erë shejtani, shikoni roli informatës gabuar. Tha o Adem, a e dip se të ka thonë Zoti mës me hangër këtë pemën? Unë të kalëzoj. Qka i tha? Tha ta ka ndalu Zoti mës me hangër që mës të dzaj e vdekja kur. Pra si ta hajshtat ti nuk des kur. Ama e rrejti. Andaj tha Allahu gjelluar në Kur'an në surën e A'raf, wa qasamahuma, dhe ju bani be. Tha pasha Allahin, a i këni pa, edhe shejtani ban be. Ka plot për shejtani, wallah billat Allah. Ta shlon që aty rejnën edhe shkon. Tha pasha Allahin o Adem, pemën Zotit e ka ndalu një për dyjave. Shikoj a dha ti informata, se beson njën e beson tjetërën. Tha ja për mës me dekur, ja mës më bo me lache. Aja e mor pemën e hangër. Që mës deskur, ose të bona me lache. Qka tha Allahu Gjellelu? Wa dellehu ma bi gurur, ja u dha informatën e gabuar. I mashtroj. Sa mashtromina? Nëse baba jo në mashtru, unë e ti, tha Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, në surën e Al-Baqara, e shejtanu ja'idukumul faqra, wa ya'murukum bil fahsha. Shejtani ju premton fukarallëk dhe ju shtyme ba punë të liga. Shikoni të ndëruar xhamatli. Informata e shejtanit ta s'ka me pas. Lajmi i Zotit ta ka me pas. Cili si na ti besuna? A i thot njani, hoxha rrezik be këto krizat, problema nesër mas nesër. O vllai dashur, kur dikush pi bukë s'ka dek për pa bukë. Problem, pse? Se shejtani thot, po le më shka fol ki se një as tregun as kur gja. Unë po të kallzoj ti e ka me pas kriza. Allahu shka thot në Kur'an, e shejtanu ya'idukumul faqr. Shejtani ju tut me fukarallëk. S'ka me pas thot. Hajdi ki sot një 100 euro, nesër shka ki. Ti thu, gjemave një njeri që ka dek që s'ka pas. Po sa me rëndësia jo, na s'kena me pas. I shkoj 80 vjet ai tu që s'ka me pas. Edhe tjetra, wa ya'murukum bil fahsha. E pitutës fukarallëki qka i thot? Thot, bani do pun të liga. E shtim me bo gjërat liga, pse? Nga tuta se s'ka me pas. Qka thot Allahu Gjelle Gjelalu? Wallahu ja'id, e Allahu Gjelle Gjelalu ju premton juve qfar? Mirësi, begati. Kanë kanon Allahu pa buk. Kanë kanon pa buk. Këshire informata e gabuar qka të banë. Andaj Allahu Gjelle na përmenë në Kur'an qfar? Na përmenë shejtanin si informacion, si burim informacionit gabuar. Gjithashtu, tha Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, innama yuridu shejtanu en yuqi'a bejnekumul adawata wal baghdha. Në surën e Al-Maida, të ndëruar xhamatli. Nëse dikush thot, kush pishti njerëz mu përla, mu grin, mu urrejt, mu kacafit. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, shejtani ka qef që juve mi ushti në luftat vazhdueshme. Pse? Se i nati ju ka. E njëni thot s'pe marrë vesh, që patë për të kalzoj. A e diti kur nin për grupe kriminele, për hasmin tanë, me niti për një komunitet që ka na e kena hasëm, a te e ki hasëm, ishin vrana me zeti, qka thue? Copa u bopshin. Që ti tutit i ki hasëm. Shejtanit ndëruar xhamatli, ketë neve bive të Ademin a ka hasëm. Kur na shetu për lak naqët, nuk ka sebeb që mundet me lëviz, me nashtimu për lavet se e ban. E Allahu gjitha shka na tha, e pasaj tha, e ju shtim me piraki, e me lujt bijos, e me lujt komar, se mësanina ju shtim në telashe. E Allahu pse e zbiti Kur'anin? Për çfar? Me ik për qësajna. Andaj Allahu gjitha na thot, mëse merë një informatën e gabuar për qëtani, pse? Sepse ju devion. A e qysh me dit, këshyre, kur ta kanë atyje, kur shkon për epshin tanë, ajo është e shejtanit. Dhe informacioni i 7 të ndëruar xhamatli, që është nga informacionet e rëndësishme, e ka mundësi me to me na devijue runa e Zot, informacioni është qysh kemi marë informata për Allahu Gjelle Gjelalu. Qysh e njohim na Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, vini reksajna të ndëruar xhamatli, në surën Al-Mujadala, ajeti 18, Allah në kalzon një skenë të akiretit.
Thot Allahu xhela xhelalu, yawma yab'athu Allahu jami'an. Ditën kur Allahu i nxjerr këtë njerëzit në ahiret. Allahu na nxjerr me iman ya rabbal alamin. Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Vini reksaj. Dalin para Zotit shumë njerëz, pitëre për xhenem. I ndal Allahu mi llogarit. Shikoni çka bajnë në surën Al-Mujadala, ajeti 18. Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Në dunja njeri o mësu me dal pi krize, valla pasha Allahin, valla billa, edhe del pi krize. I thot tama, mas i bone behet. I bajnë be Allahin ditë në kiametit, se si janë konë gjafira. Pasha Zotin o Zot që shtu e kena pas. Pasha Allahin, Allahu që ka thot, në bajnë be muë, që që kanë bo be juve. Kanë thonë djetarët, se ata nuk e njohin madhnin e Zotit Gjelle Gjelalu. Munohen, thot, nashta dhe me këtu shkon të dhavere, unë e këtu shka s'kom ba dunja. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, jahsebune ennehum ala shej, ja u ka qitë hesapi se kanë me ba dishka. A mu shë paramendu të nërua që matli, si e shë Allah i këtë rob, kur munohet mi ba be Zotit se sa ka ba qëtë pun. Deri sa thot Allahu Gjelle Gjelalu, e atëherë jabina dëshmitarët e tonë, e shti me fol kamën, e shti me fol dorën, e shti me fol gjuhën, i thot njeri dorës vetë, qish po fol më rekondër muë. Thot Allahu Gjelle Gjelalu në vazhdim, ela innehum humul kadibun. Këta janë rënacaka, këta janë rënacaka, janë mësu me rrejnë dunja, edhe në akhirat mundonë Allahu Gjelle Gjelalu me bo be, po në valla o Zot, se kena bo qëta. Dhe kjo ka me ndodhë me Nuhin a.s. Vjen Nuhin në akhirat, Nuhi pejgamberi Allahu. Vjen populli vetë, Allah i thot Nuhit, a ju ke shku këtinve? Thot, po o Zot, 950 vjetë panal. Ato thonë, se njof në Nuhin, se njof në Nuhin. Allahu Gjelle thot, umetit Muhammedin s.a.s. A e njifni ju Nuhin? Po, hini nëzarë popullit Nuhit, këtë ju thot. Se munohen me rejt Allahun. E pika ju vjen që kjo në akhirat me rejt, janë mësu në dunja. Këtë me rejna i ka shku jeta. Andaj ki kujdes që që informu për Allahun të bare kjo e tjera. Ka disa njerës të Allahu gjënë Kur'an, ju khadi'un Allah wal ladhina amanu. Mundohen disa hipokrit me e mashtru Allahun dhe ata që kanë besuar. Kanë dhënë komentatorët, këta që kanë besuar mundet me mashtruhe. Allahu gjënë që që mashtron, wa ma yakhda'un illa anfusahum. Veç vetën e mashtron. Andaj të ndëruar që më të li, duesh me i rishiku si e beson Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk shkon taj dalaverja, nuk shkon taj batili, nuk shkon taj nashta dhe këtu. Ska mundësi, atë ditë është ditë e madhe. Andaj këtu janë 7 burime të informacionit të gabuar që na i kemi, e të cilat na dëmtojnë ditën e gjykimit. Andaj çka tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka thënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, tha alayhi salatu wassalam, men kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Kush i beson Allahut dhe ditën e gjykimit, çka bëje? Feljekul khajran au ljesmut. Kush i beson Allahut dhe ditës gjykimit, let fole khajr ose let shuje. Jo në të bëje mua bet çka ti kujtohet. Çka do të më bëhet ndëruar që më të li? Në njëri cili beson Allahun Gjelle Gjelalu, që atë e pa, atë e ni, a fol çka s'duhet? Jo. Andaj informata e gabuar për Zotin që e kemi na ban neve, na për shembull na e dim se Allahu tu na pa, pra bojna veprat gabuara. E dim që atu na ni, pra flasim çka s'duhet. Për çfarë arsye? Sepse informatën për Allahin e kena të gabuar. Ananinës nanin, hasha wa kella i madhësh Allahu subhanahu wa ta'ala.